Ju përshëndes zonja dhe zotërin, ju ftoj të na ndiqni të flasim për çështje shumë të rëndësishme, fillimisht ndër më të rëndësishmet siguria e shkollave, për alarmin në siguritë e shkollave. Ju jeni njohur tashmë edhe nëpërmjet kronikave tona të lajmeve që tashmë droga nuk ka më formën e saj klasike, aq më tepër kur flasim për institucionet arsimore, maskohet si karamele, xhelatin, shpërndahet më lehtë pranë ambienteve të shkollave. Po jo vetëm kjo, do të flasim edhe për sulme kibernetike për të cilat ka paralajmëruar edhe policia, qytetarët, por që Fatjon Softa, me cilin do të jemi në lidhje të drejt për drejt, ekspert i sigurisë, por edhe moderatori i emisionit Alo Policia 129 çdo të premte në Fax News, e ka trajtuar me shumë seriozitet edhe në emisionin e tij. Softa, të përshëndesim dhe të urojmë mirëseardhjen. Shëndetit dhe faleminderit për hapësirën. Lajmet e fundit të Softa sa i takon shpërndarjes drogave në ambientet të shkollave, jo në formën e saj klasike, por si karamele, xhelatin e tjerë, është vërtet një moment për të ngritur alarmin për sigurinë në institucionet arsimore, dhe sa është marrë në konsiderat kjo gjendje alarmi, sa është marrë seriozisht? Vetë shoqëria, prindrit, institucionet media, po dhe institucionet të tjera, kanë shprehur gjithmonë shqetësim për sa i përket sigurisë në shkolla. Sa po përmendet siguria në shkolla, ka një ndjeshmëri, sepse gjithë secili ka fëmijët, ka mbesën, ka njerëz të afërt dhe detyrimisht sensibiliteti i saj është i ndjeshëm. Për sa i përket sigurisë në shkolla, është trajtuar shumë herë, dhe unë kam qenë ndër të parët që kam folur shumë për perimetrin e sigurisë. Siguria nuk është muri rrethues, siguria është perimetri i saj i cili duhet përcaktohet. Dhe jo çdo shkollë ka të njëjtin perimetër, sepse varet nga shumë faktorë. Kanë qenë disa operacione tempullit organizuar nga policia e Tiranës, po dhe policitë lokale, ku nga këto operacione kanë konstatuar që grupet veçanta i kanë përdorur hapësirat përreth shkollës për të ushtruar aktivitetet paligjshme, kryesisht dhe lëndët narkotike. Dhe si tilla janë bërë këto operacione ku ne kemi thënë nuk është vetëm pjesa fundore e shpërndarësve, po duhet shkojmë tek organizatorët dhe tek ata të cilët i organizojnë dhe apo i financojnë këto shërbime. Kanë ndruar formë her pas here, pra nga format klasike të shpërndarjes ndërmjet dozave, kanë kaluar në disa forma tjera më të rafinuara, ku nga automjetet e tyre kanë përdorur shërbimin taksi apo automjetet marra me qera. Dhe kanë përdorur forma të ndryshme të maskimit të lëndëve narkotike, siç kanë qenë rasti i tullumbasëve, apo rasti i fundit në Durrës nëpërmjet karameleve, ku nëpërmjet xhelatinës, lëndët sintetike tashmë janë bërë pjesë e këtij targetimi, ku kryesisht janë moshat e shkollave, aty ku kërkohen të jenë edhe klientët e tyre të rinj. Kanë përdorur këtë formë si një biznes, po përsëri të kamufluar, sepse vendet ku ata i përgatisin, për shembull Tirana, vendet e shpërndarjes mund të ishte Durrësi apo zonat të tjera, që të jenë larg mënyrës për të vëzhguar dhe për të ndjenë nën mbikëqyrje nga strukturat policore. Ky është një rast tipik i kësaj forme, por dhe shqetësues për faktin që jo vetëm se ndodh në perimetrin e shkollës apo tek moshat e vogla, por sepse duke qenë forma artizanate të përgatitjes tyre, dozat e tyre janë të pakontrolluara dhe mbi doza krijon patjetër probleme dhe shumë probleme edhe për jetën dhe për shëndetin mendor të fëmijëve. Nëse flasim për përgatitje në këtë formë të këtyre lloj drograve, Softa, kemi të bëjmë me laborator amator, kemi të bëjmë me laborator specifik, si funksionon, me aq sa mund të hulumtojnë. Unë lexova një reagim tuaj dhe ju flisni për laboratore të tipit amator që mund kushtojnë relativisht nga 3.000 deri në 10.000 euro, dhe kjo droga që përfundon tek fëmijët në formën e karameleve, xhelatinës, është e kushtueshme, pra duhet jetë më e kushtueshme se karamelet normale, apo jo? Atëherë, moshat të cilët janë marrë, ose të paktën janë arrestuar dhe janë mbajtur në vëzhgim, janë kryesisht mosha të reja. Dhe
nuk mendoj që ato janë pjesa fundore, ajo është pjesa fundore dhe jo pjesa e cila mund t'i financojë ose mund t'i ketë vënë ata në këtë lloj shërbimi. Sigurisht që këto laboratore nuk janë laboratore klasike që ne kemi njohur për drogat, janë laboratore amatore, të cilët format se si ata mund t'i menaxhojnë apo mund t'i ngrenë, mund t'i marrin nga platformat, nga forumet online, mund t'i marrin nga dark web, mund t'i marrin në format e videove të ndryshme, të cilët përgatisin në thonjza atë që quhet kuzhinë kimike. Pra në vend që të përgatisin një kuzhinë tradicionale për ushqimin, përgatisin një kuzhinë kimike, ku përgatisin pikërisht mënyrën se si drogat sintetike mund t'i kamuflojmë nëpërmjet karameleve apo shtesa që mund t'i bëhet drogave sintetike, nëpërmjet gelatinës, nëpërmjet formave të cilët janë sheqeri apo aromat, për të kamufluar gjendën dhe për mbajtjen e tyre. Ata përdorin kryesisht mosha të vogla, të cilët shpeshherë i joshin në formën e një dhurate, i paguhen që të jenë qoftë edhe shpërndarës dhe pastaj sigurisht krijohet ajo që quhet varësia. Varësia nga këto forma, të cilët e quajnë si një investim më afatgjatë sepse kanë bënë me një brez të ri, kanë bënë me një kontingjent i cili vjen dhe rritet, i cili ka dy defekte. Defekti i parë që ata nuk kanë informacionin e duhur për shkallën e rrezikut dhe pasojat që ato kanë, dhe e dyta ajo forca e zakonit që i thonë njëri tjetrit në presioneve sociale, që provojë është interesante etj dhe kjo formë krijon po quajmë një lloj potenciali për ta parë atë si një aktivitet kriminal fitim prurës edhe në këtë fushë. Ky lloj jetimi ka zgjatur për një kohë të gjatë, mbajtja në mbikëqyrje e tyre ka qenë për të kuptuar filozofinë e këtij organizimi, nuk janë dy të arrestuar dhe një në kërkim, mendoj që ka më shumë, nuk ka të dhëna ende nga policia, çështja është në hetim, dhe si e tillë presim arrestime të tjera. Mendoj që forma e organizimit tyre vjen kryesisht duke përdorur ambjente me qera, janë klasike format e mbajtjes ambjente me qera, të cilët mund edhe të ndryshohen për shkak të mos gjurmimit tyre dhe për mos ekspozimit për shkak të pronëve, duke gjetur zonat ku mund të jenë më shumë të kamufluar ose më afër qendrave, po themi stacioneve të policisë, sikur se ka ndodhur dhe me aktivitete të tjera të paligjshme, në mënyrë të tillë që mundësia e vëzhgimit ose mundësia e rënies në sy të aktivitetit të jetë më pak e mundur. Por përsëri mbetet një problem shqetësues dhe serioz, sepse tash pasojat ndaj tyre janë afatgjata dhe përdorimi i këtyre bizneseve sigurisht që është i dëmshëm, se nuk ka të bëjë vetëm me aktivitet paligjshëm, por ka të bëjë edhe me një aktivitet që dëmton atë që quhet gjenerata. Këtu kemi të bëjmë me sigurinë e gjeneratave apo të brezit të ri, në sa më kemi të bëjmë me sigurinë e rendit publik. Softa, sa të rrezikshme janë karamele të tilla të droguara, le të themi, pra kjo droga që tashmë shpërndahet nëpër shkolla në formën e karameleve. Ju flisni për varësinë fizike dhe psikologjike, po natyrisht ndalemi edhe tek mbi doza. A mund të ndodhë që nga një karamele e vetme të rezultojë vdekje prurëse për një fëmijë apo adoleshent? Shko përbërja e tyre, pavarësisht se nuk kemi një rezultat, po themi zyrtar, nga policia e shtetit lidhur me përbërjen e tyre, sepse duhet të jetë edhe një analizë dhe duhet të jetë edhe një qendrim zyrtar për treguar përbërjen, çfarë përbërje kanë bërë. Por në përgjithësi nuk është një fenomen i ri, është dhe i ndodhur edhe në vende të tjera të botës, në Europë kryesisht, dhe janë kryesisht kanabinoid sintetik, është MDMA, LSD, janë forma të modifikuara të ekstazisë. Sigurisht që këto japin pasoja, ju kujtohet një moment i transmetuar edhe nga mediat, edhe nga e media juaj, rasti i 2 karameleve në Korçë, kur 2 të rinj kanë gjetur ato dhe 2 vajza të vogla kanë gjetur karamele në afër koshit plerave dhe i kanë konsumuar. Dhe kanë pasur pasoja, probleme serioze për shëndetin e tyre. Atëherë kjo është një tregues, një fakt që ato kanë pasoja. Pasojat mund të jenë të menjëhershme kur kanë bidos, ose mund të jenë më afatgjatë ku gradualisht konsumimi dhe varësia krijon probleme të shëndetit mendor. Ato krijojnë
halucinacione, kryen panik, humbje ndjenjash, por edhe pasojë të tjera të cilët varet nga mbidozat, varet nga lënda edhe kombinimi i lëndëve sintetike të kombinuara për të krijuar atë që quhet karamele. Softa, nga nisma një polic për çdo shkollë, natyrisht përgjegjësia dhe siguria publike në këtë rast nuk pritet vetëm nga policia, natyrisht duhet jetë bashkërenduar me stafet pedagogjike dhe prindrit. Si e shikonin në total? Funksionojnë? Pra policia, stafet pedagogjike dhe prindrit që të bëhen bashkë për të bërë të mundur blindimin e shkollave nga fenomenet të tilla? Shiko, shpeshherë dështimet qeverisë, kryesisht të institucioneve arsimore, shpeshherë shkojnë tek ajo që themi duhet të jetë policia. Nuk mund t'i kthejmë shkollat në kazerma, ato janë shkolla për edukim, janë shkolla për marrje dije, dhe nuk janë shkolla që janë vende riedukimi apo vende izolimi. Fatkeqësisht alarmet tona apo argumentat tona profesionale kanë quar më thjesht qeverisjen e vendit, duke thënë do bëjmë një tender dhe jo pak vlera financiare po investohen nga fondet publike për të krijuar Smart City, për të bërë 20 shkolla me kamera inteligjente, rrethimi i shkollave me struktura policore, futja e oficerit sigurisë në shkolla, mbyllja e kangjellave dhe izolimi i tyre brenda. Normalisht nuk i kemi zgjidhur problemet. Ne kemi her pas here dhunë, ku dhuna ka krijuar viktima, dhuna fizike, dhuna psikologjike, vim tek përdorimi i lëndëve narkotike brenda në oborre apo jashtë në perimetrin, por ndodh nganjëherë jo vetëm ke perimetrin, ndodh dhe më lart, tek rrënzat e pallateve, tek shkallët, kudo që këto lakmitar dhe këta njerëz të pashpirt i përdorin për të vënë para këto forma për lëndët narkotike. Problemi shtrohet si do ta kontrollojmë rreth parë territorin. Si mundet të kemi porta hyrëse të kontrolluara, siç është porti i Durrësit, hyrjet nga Kosova, këto lloj lëndësh sintetike që vijnë kryesisht nga Turqia dhe vende të tjera. Pra hyrje dalit e tyre, sepse nuk është se ata morën 2 kg dhe ndërtuan një biznes. Kjo është një linjë furnizimi nga kush vjen. Sot kemi kapur këtë laborator, apo kemi kapur këtë grup shpërndarësis në zonën e Durrësit, në Tiranë. Po sa të tilla ka në territorin shqiptar dhe sa ende nuk kemi informacione, sepse her pas here kemi të njëjtën shqetësim dhe të njëjtin problem. Për shembull, shqetësimi që kemi ngritur gjithmonë, që ne vim gjithmonë tek ndjeshmëria e shkolla, është fakti që shumë ambiente private, shtëpi private, B&B, jepen për aktivitete të cilët nuk kontrollohen nga strukturat policore. Shpeshherë janë pallate, zonat banuara, mes pallatit dhe mes banorëve, ata e ushtrojnë këtë aktivitet për prodhimin e pasaportave të falsifikuara, për prostitucionin, për prodhimin e lëndëve narkotike, për mbajtjen e armëve apo të arsenalit të armëve e tjerë. Të gjitha këta tregojnë se mungesë e kontrollit të territorit. Do të thotë që po t'i referohemi shumë vendeve të tjera, në moment që merr një ambient me qira, minimalisht duhet të kesh një kontratë, kontrata duhet të jetë identifikuar, duhet vijë një punojës policie, kryesisht i policisë bashkiake, për të verifikuar nëse ti je ai aty apo jo. Dhe me çfarë merresh, duhet të ketë përgjegjësi administratori. Pastaj vijmë atje ku ne po diskutojmë tek shkolla. Shkolla ka mangësi tek vetvetja. Është drejtori i shkollës. Në një rast apo në cilë raste mund të kemi pasur që vetë drejtori, në mos gaboj, në zonën e Durrësit apo të Shijakut, ka qenë një ku drejtori i shkollës i cili kishte një arsenal armësh, ose kur vetë mësuesit mund të përfshihen në mënyrë direkte apo indirekte në këtë lloj biznesi. Pra gjitha këta tregojnë që drejtori i shkollës, drejtoria arsimore, kontrollet her pas here të stafit mësuesve, kontaktet me prindrit, takimet me ta, format e edukimit që t'ja mbulojmë aktivitetin e tyre me sport, me aktivitete kulturore, aktivitete shkencore, kontrollet her pas hershme në mënyrë të tillë që të rrisin dëshirën për shkollën, për dijen, dhe jo thjesht krijojmë të boshllok që vijnë përgjumur nga rrjetet sociale, vijnë përgjumur nga mënyra se si ndoshta personat e veçantë që mund të përdorin lëndë narkotike, ose ata fëmijë të cilët mund të jenë vulnerabël, kanë probleme në familje dhe her pas here trajtimi dhe vëmendja ndaj tyre do të jetë e shtuar. Pra gjitha këto janë në kompleks se sa të vejmë policë në shkolla, dhe sa do policë vejmë në shkolla nuk do ta zgjidhim problemin duhet ta kurojmë. Dhe kurimi vjen
Ashtu sikurse dhe ju e thatë, kur kemi një harmonizim të gjithë grupeve të interesit, drejtoria arsimore, prindrit, vetë institucionet, patjetër dhe siguria kombëtare që janë policia e shtetit. Softa, të lutem, është shumë e rëndësishme, besoj edhe kjo, si mund të dalloj një prind që fëmia e vet ka konsumuar lëndë narkotike, natyrisht nuk flasim vetëm për prindër të mirë informuar, flasim edhe për ata prindër që janë të detyruar të bëjnë edhe nga 2-3 punë edhe mezi shohin fëmijët e tyre. Pra 1-2-3 momente të rëndësishme sipas jush që një prind mund ta dallojë që fëmia i vet nuk është në gjendjen e tij normale. Kjo e parë në kontakt me mësuesin kujdestar apo me mësuesin e lëndës, vjen re që ka rënë nga mësimet. Pra ka një motiv fillestar që duket ke rezultatet, ke përqendrimi në shkollë. Dhe mësuesi ka më shumë mundësi se ndoshta prindi që të shikojë çfarë ndodh me fëmijët gjatë orarit mësimit në lëndë të ndryshme dhe shumatoria e mendimeve të tyre patjetër që jep një përshkrim apo një alarm çfarë po ndodh me fëmin në shkollë. E dyta është përgjumja që shikon koha për si ne i konsumon në rrjetet sociale, mungesa e komunikimit me prindrit, ndryshimet të ndryshme që mund të vinë janë elementë të cilët sigurisht që alarmi apo vëmendja e një prindi duhet shkojë për të vajtur tek ato indikator. Mësuesi, shkolla, komunikimi, mundësia e kontrollit prindëror, qoftë ndaj telefonit, qoftë ndaj faqeve në internet apo rrjetit shoqëror. Është shumë i rëndësishëm dhe ambienti, shoqëria që ato kanë, duke kontrolluar me kë shoqërohen problemet që kanë, kush janë ata që janë, të kontaktojnë me prindit e atyre, pra janë disa forma për ta identifikuar. Dhe patjetër sa e do fëmin, prindi nuk mund ta dojë kurrë mësuesin. Softa, dhe në pjesën e dytë të bisedës sonë do doja të ndalesha sërish ju e keni trajtuar edhe në emisionin tuaj Alo Policia 129. Kam parë që edhe policia ka paralajmëruar qytetarët për disa SMS mashtruese me numra të huaj, sulme kibernetike ku mashtruesit në këtë rast përdorin mesazhe telefonike për të futur qytetarin në faqe false dhe pastaj për të marrë të dhënat personale apo financiare. Çfarë mund të rikujtojmë qytetarëve si të rëndësishme në lidhje me këto mesazhe mashtruese? Janë disa forma të sulmeve kibernetike, të cilët janë pjesë të përdorimit të sistemeve të tyre. Ato quhen smishing, që do të thotë SMS plus phishing. Nëpërmjet këtyre SMS-ve që dërgohen në forma të ndryshme duke përdorur kryesisht ato institucione që qytetari ka më shumë punë. Po themi, thuhet vjen nga postat, ka ardhur një pako, keni 6 orë kohë për të reaguar, klikoni për të parë ku ndodhet. E njëjta gjë vjen nga banka. E njëjta gjë mund të vijë nga operatorët telefonik, pra forma të ndryshme të mashtrimit, që nëse qytetari do të tregohet shumë i vëmendshëm dhe kujdesshëm, do të shikojë duke parë pa e hapur që kanë o një pikë ose ka diçka që nuk bie në re në sy, nëse nuk je i vëmendshëm për të kuptuar që nuk ka të bëjë me të. Nëse nuk ke pako, nëse nuk ke diçka gjë e parë është për ta bllokuar dhe mos e hapur çfarëdo lloj SMS-i që të vijë apo çdo lloj emaili që vjen edhe në postës elektronike. Të gjitha janë forma që nëpërmjet kompjuterit në postën elektronike. Ne shumica e kemi postën elektronike edhe në celular. Her pas here kur vjen një mesazh, kontrollojmë postën elektronike për shkak të përdorimit të smartphone-ave. Dhe këto janë forma kur deportojnë dhe nëpërmjet të saj marrin kontrollin e pajisjes ose nëpërmjet mënyrës qëndrimit të tyre pa e kuptuar ndoshta përdoruesi, ata qëndrojnë brenda duke pasur mundësi të marrin të gjitha komunikimet dhe dhënat ku një pjesë jo e vogël e njerëzve kanë kartat që i përdorin kartat për pagesat e bankave, janë të dhëna pasuarde her pas here që mbajnë apo dhënat e tjera që mbajnë notes, të cilat bëhen të rrezikshme në momentin që ata nuk janë të mbrojtura, nëse ata nuk janë të kamufluara, kur ato shprehin hapur të gjitha dhënat të cilët mund të deportojnë pastaj në sistemin bankar për të marrur të ardhurat e tyre, për të marrur financimet, kursimet e tyre në banka. Prandaj këto numra zakonisht janë edhe numra shqiptar, po më shumë janë numra anglez, numra francez, numra gjerman, pra shifet dhe nga prefiksi i tyre, flet posta shqiptare dhe vjen një numër me një prefiks të një shteti 44 plus 44 që është Anglia. Ka diçka që nuk shkon.
Pra diçka që nuk shkon. Një mesazh i tillë më erdhi dhe mua, madje u habita, që habita, domethënë unë kur shkoj në Itali mbaj një sim italian duke mos e humbur kontaktin me WhatsAppin e numrit shqiptar, por të vi në SMS kur karta është italiane, një gjë që është shqip dhe flet për postën shqiptare, mendoni se sa të avancuar janë dhe sa dhe si ata mund të depërtojnë në çdo lloj telefoni. Sigurisht që mënyra e mbrojtjes dhe vëmendja është e shtuar. Softa, kjo do thotë që nuk operojnë vetëm në Shqipëri, për sa kohë ju ka ardhur mesazhi në numrin italian. Fakti që është një numër italian që unë e përdor shumë rrallë, vetëm për kohën e qëndrimit atje, në mënyrë të tillë që mos u mbas dhe mos përdor roaming, tregon edhe një herë se si ata depërtojnë. Pra, si mund të vijë një mesazh shqiptar për postën shqiptare në një sim italian. Qartë. Ju thoni nuk janë hakera klasik, më shumë thoni ju janë inxhinjeri sociale digjitale. A mund të gjurmohet nga institucionet përkatëse një inxhinjeri sociale digjitale e tillë, Softa? Apo mjaftohet policia vetëm me paralajmërimin që bën qytetarëve? Shiko, është e vështirë për shumë arsye. Sot numrat e telefonit janë e-sim. Shkon në internet, e blen, vendos një kartë dhe si e tillë fillon të bëhesh operativ. Dhe këta nuk mund t'i gjurmosh për vendin nga ato të cilën komunikojnë apo bëjnë veprimet e tyre. Shpeshherë format që përdorin janë mashtrime dhe gjejnë momentin kur personat përgjigjen dhe gjejnë dhe mundësinë kur shikojnë që ato kanë vështirësi në mënyrën e komunikimit dhe pastaj bëhen të dellëzuar, sikur se ka ndodhur ju e keni parë dhe me call centrat, pra këto janë format që përdoren nëpërmjet të sistemit që nuk ka një call center ose mund të jenë call centera të cilët kanë dhëna të qytetarëve shqiptar dhe komunikojnë pastaj nëpërmjet simit, sepse numrat e telefonit janë të ekspozuar. Ne u ekspozuam nga sulmet kibernetike që bëri Irani. Ne pam që një pjesë e telefonave të shqiptarëve u ekspozuan, pasaportat u ekspozuan. Dhe ne kur tham që rreziku ndaj tyre nuk është imediat, po është i mëvonshëm, mund të jenë dhe këto faktor të atyre sulmeve apo të atyre ekspozimeve që ato morën nëpërmjet atij sulmi kibernetik ku depërtuan në faqet e shtetit digital shqiptar. Softa, me sa kuptojmë, askush nga ne nuk është imun nga këto mesazhe mashtruese, kështu që siç sugjeroni juve, mos klikoni, mos jepni të dhëna, kontrolloni domajin zyrtar, verifikoni te institucioni real dhe raporto mesazhin ku ta raportojnë, Softa, se këto 4 Policisë së shtetit. Po, ka një sektor veçantë që është për mbrojtjen kibernetike. Shkohet atje, bëhet një screenshot, printohet dhe kur shkon për ta bërë denuncimin, bën denuncimin duke i depozituar dhe një format A4 ku kemi bërë këto komunikime ose ato për cilën kanë ardhur. Ajo që unë rekomandoj është që sidomos në pajisjet e mbrojtjes siç është kompjuteri, duhet të shkarkojnë edhe antivirus të cilët janë të certifikuar. Jo çdo lloj antivirusi vlen. Pra duhet të jetë i certifikuar. Dhe nëse ke, po themi, një lloj siguracioni lidhur me një dëm shkaktuar, nëse nuk je me një antivirus të certifikuar, je totalisht i pambrojtur, qoftë edhe në një kompensim financiar nëse personi ka një marrëdhënie apo një marrëveshje financiare me një aktivitet saktuar. Softa, dhe së fundmi deri tani kemi dhënë këshilla për qytetarët mos klikojnë etj, po ata që e kanë klikuar, Softa, çfarë duhet kishin bërë apo çfarë duhet të bëjnë? Nëse e kanë klikuar, nëse janë përgjigjur me po, mesazheve mashtruese. Për shembull, flas për iPhone-in, bën izolimin e telefonit, bën bllokimin e atij mesazhi që ka ardhur apo atij linku që ka ardhur, dhe ndërkohë duhet ndrojnë me urgjencë, sepse koha e reagimit nuk është e menjëhershme, duhet të reagojë menjëherë për ndryshuar gjithë fjalëkalimet që ka pasur, gjë që duhet të mbajnë mend, prandaj nuk duhet përdorin dhe të njëjtin fjalëkalim, mos përdorni kurrë të njëjtin fjalëkalim, se nëse goditesh në një
link, më falni, në një mjet komunikimi që mund të jetë emaili, që se përdor të njëjtën gjë si në telefon, në email apo në platforma të tjera sociale të njëjtën gjë, bëhet shumë e vështirë sepse je më i rrezikuar në mënyrë të menjëhershme për tu kontaktuar dhe për tu deportuar për të marrë këto profile. Edhe kur ju thon votoni sepse jam në garë, djali im po konkuron, kur mos pranoni, edhe kur t'jenë familjarët tuaj dhe njerëzit tuaj, pa i pyetur ato më parë, sepse është hakeruar dikush dhe ai hakerim shkon po me atë numër telefoni apo me atë email dhe komunikon gjithë listën e personave që ka. Atëherë nga ky moment do të jeni shumë të kujdesshëm kur thotë voto djalin tim me një link sepse po garon për filan këngë ose po garon për filan universitet. Edhe këto janë forma mashtrimi shumë klasike që po përdoren kudo. Fatjon Softa, të falenderojmë shumë për këtë bashkëbisedim të dobishëm. Faleminderit juve dhe është kënaqësi. Faleminderit. Qoftë për sigurin, alarmin në sigurin në shkolla sa i takon drograve tani më jo në formën klasike, por në formën e karameleve, po qoftë edhe për mesazhet mashtruese dhe parandalimin që duhet i bëj secili prej nesh, për më tepër Softën e ndiqni çdo të premte në emisionin e tij në orën 20:00. Ne ju falenderojmë dhe ju përshëndesim.